Në Kelmend u përkujtua 81 vjetori kryengritjes së parë antikomuniste në Shqipëri, e njohur si kryengritja e Kelmendit. Banorët e kësaj zone u ngritën me armë në dorë për të mos lejuar që në malet e Kelmendit të hynin forcat komuniste, të cilat kërkonin të shtypnin me dhunë rezistencën e banorëve. Ata përkujtuan vrasjen e nderit të kombit Prekcali, i cili u ekzekutua nga diktatura komuniste bashkë me 10 kelmendas të tjerë. Ne duhet të kuptojmë sot se kryengritja e Kelmendit ka një përmbajtje shumë më të gjatë në historinë e shtetit ton kombëtar. Unë do ta quaja kryengritjen e Kelmendit ose rezistencën e Kelmendit si pjesë e përpjekjes për mbrojtjen e shtetit tradicional etnik. Pjesë e një rezistence të mbetur nga koha e qeverisjes së fundit nacionale, të drejtuar nga Mehdi Frashëri, Lef Nosi dhe Padre Anton Harapi. Detyra jonë, e gjithë secilit nga ne, është që të bashkohemi sa më shumë me njëri tjetrin, të reflektojmë për shumë çka, të bëhemi më unik dhe gjëja më e rëndësishme që unë mund të them sot, Partia Demokratike ka qenë, është dhe do vazhdojë të jenë në mbështetje të fortë për sa përket martirëve, sigurisht dhe shtresave të përsekutuarve. Ndaj them që kjo ditë të na bajnë më të bashkuar me njëri tjetrin dhe e ardhmja duhet të kenë shumë më pozitive. Jo thjesht për ne, për fëmijët tanë, për të ardhmen e këtij vendi të mrekullueshëm që na lan këta burra. Unioni Mbarkombëtar i Integrimit të burgosurve dhe përndjekurve politik të Shqipërisë prezantoi projektin e obeliskut kushtuar Prekcalit dhe 10 luftëtarëve të Kelmendit të pushkatuar nga diktatura. Kelmendi thërret, na ktheni herojnë e kufirit shtetëror shqiptaro-malazes Prekcalin mas 81 vitesh. Dërmoshi don binin e tij në vendlindjen e tij. Kontribo në kthimin e këtij burri që nuk ja ktheu shpinën a dheu. Sot shteti shqiptar nuk ka një muze për këto krime. Kërkesat tona të vazhdueshme ndaj këtij shteti nuk kanë munguar. Përgjigjja e tyre ka qenë vetëm heshtja. Sot jepen miliona euro për të riparuar godinën e vrastarit shqiptarëve. Hitlerit të Europës pas luftës botërore, diktatorit Enver Hoxha, dhe nuk jepet asnjë cent për krimet e komunizmit, për Spaçin, për Burrellin, për Çabarin. Kjo është klasa politike. Këto janë qeveritë shqiptare të padenja për vlerat e kombit. Gjatë 50 viteve të diktaturës, Kelmendi dhe kelmendasit u rrethuan me një garë të hekur që synonte rrethimin e banorëve të kësaj zone, por shumë prej tyre arritën ta thyejnë këtë garë dhe ta arratisën drejt Perëndimit, kryesisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku edhe sot jeton e punon një numër i madh i këtij komuniteti.